Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli i unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet me të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Kurani familart është dhurata më e madhe që Allahu i madhëruar i ka bërë njerëzimit. Ai nuk është thjesht një libër që lexohet, por është fjalë e përjetshme e krijuesit, është burimi i dritës, i urtësisë dhe i udhëzimit për çdo njeri që kërkon të njohë të vërtetën. Në faqet e tij gjenden përgjigjet për pyetjet më të mëdha të jetës, udhëzimet për ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe parimet që e çon njeriu drejt lumturisë së kësaj bote dhe shpëtimit në botën tjetër. Që prej çastit të zbritjes së tij e deri në ditën e gjykimit, Kurani mbetet mrekullia e përhershme e profetit Muhammad, një mrekulli që nuk zbehet me kalimin e kohës, por vazhdon të ndriçojë zemrat dhe mendjet e miliona besimtarve në çdo epokë. Madhështia e Kuranit nuk qëndron vetëm në bukurinë e gjuhës së tij apo në mrekullinë e shprehjes së tij, por mbi të gjitha në ndikimin e thellë që ai ushtron mbi jetën e njeriut. Ai edukon shpirtin, e pastron zemrën dhe e zgjon ndërgjegjen dhe e drejton njeriu drejt moralit më të lartë. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoj të ndiqnim së bashku ajetet e përzgjedhura nga surja Zumar për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Allahu do t'u thotë: me të vërtet, juve ju erdhi shpallja ime Kurani, por e mohuat atë me arrogancë dhe u bët jo besimtar. Në ditën e Kiametit, do t'i shihni ata që kanë trilluar gënjeshtra për Allahun me fytyra të nxirra. Vallë, a nuk është xhehenemi vend për arrogantët? Por Allahu do t'i shpëtojë ata që janë ruajtur me më të mirat e bëra. Prandaj, ata nuk do t'i preke keqja e as nuk do t'pikëllohen. Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrës i çdo gjëje. Të tij janë çelësat e qejve të tokës. Sa për ata që i mohojnë shpalljet e Allahut, ata janë të humbur. Thuaj ju atyre: vallë, ju po më urdhëroni që ta adhuroj dikë tjetër përveç Allahut o të paditur? Me të vërtetë, të shpallur ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si dhe atyre që kanë qenë para teje, se nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër në adhurim, me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit. Prandaj, adhuro vetëm Allahun
dhe bëhu falendërues. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme, do ju ftoja të ndiqnim së bashku temën Kurani për Kuranin. Kurani nuk është libër që i përket një epoke, një populli ose një kohe të saktuar, por është një mesazh universal i zbritur për të gjithë njerëzit, pa dallim kohe apo vendi. Ai mbetet kriteri që dallon të vërtetën nga e pavërteta dhe drita që i prin njerëzimin në rrugën e drejtë. Kurani ti mjafton si madhështi dhe lavdi fakti sa është fjala e Allahut të madhëruar dhe mrekullia e profetit të tij fisnik. Mjafton si pozitë e lartë dhe krenari që ajetet e tij janë ato që garantojnë udhëzimin e njerëzimit në të gjitha çështjet dhe etapat e jetës së tyre, në të gjitha brezat dhe kohët. Ato janë garantuesi e arritjes së synimit më të lartë dhe lumturisë më të madhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i madhëruar thot në surën Isra, në ajetin e 9 të kësaj sureje se Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet, ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e drejta dhe më e mira dhe u jep lajmin e mirë besimtarve që bëjnë vepra të mira, se për ta ka shpërblim të madh. Në surën Ibrahim, në ajetin e parë, Allahu i madhëruar e shpjegon në mënyrën kaq të bukur Kur'anin se Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Ky është një libër që ne ta kemi zbritur ty, që ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë me lejen e Zotit të tyre, në rrugën e të plotfuqishmit të falendëruarit. Dhe në ajetin 138 të surës Ali Imran, Allahu i madhëruar thot: Ky Kur'an është një sqarim për njerëzit, udhëzim dhe këshill për të devotshmit. Pra këto ajete, ajeti 9 i surës Isra, ajeti i parë i surës Ibrahim dhe ajeti 138 i surës Ali Imran, tregon qartë se Kurani është udhëzuesi më i drejtë për njerëzimin, drita që i nxjerr njerëzit nga errësira e ignorancës, devijimit dhe padrejtësisë, sqaruesi së vërtetës, këshill dhe mësim për ata që kërkojnë devotshmëri dhe afrim tek Allahu. Është transmetuar nga profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: Vlera e fjalës së Allahut mbi çdo fjalë tjetër është si vlera e Allahut mbi krijesat e tij. Ndër njerëzit të cilët e shpjegojnë aq bukur Kur'anin famëlar dhe ato të cilat lindën, urritën me frymën e Kur'anit famëlar, janë ehlibeti i profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pas profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ata janë shoqëruesit e Kuranit në virtyt dhe bashkëudhëzuesit e tij në drejtimin e njerëzve. Ndërsa gjyshi i tyre i madh, profeti Muhammad, është ai që ju shpall Kurani, udhëzoi drejt dispozitave të tij dhe përhapi mësimet e tij. Profeti ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Po ju lë mes jush dy amanete të rënda, pra thaqalain, librin e Allahut dhe i tretin tim, ehlibetin tim. Këta të dy nuk do të ndahen kur nga njëri tjetri, derisa të vinë tek pranë haudit, pra burimit në ditën e gjykimit. Prandaj, ehlibeti janë udhërëfyesi drejt Kuranit dhe njohësit më të mirë të vlerës së tij. Për këtë arsye, është detyrë që të mjaftohemi me fjalët e tyre dhe të ndriçohemi me udhëzimet e tyre, sepse ata kanë transmetuar shumë hadithe mbi vlerën e Kuranit, të cilat dietari i madh Sheikh al-Majlisi i ka mbledhur në vëllimin e 89 të veprës së tij Biharul Anwar, prej tyre po përmendim si më poshtë. Harith al-Hamdani transmeton se hyra në xhami dhe pash njerëz që ishin zhytur në biseda e diskutime. Pastaj shkova tek Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, dhe i thash: "A nuk i sheh njerëzit që po merren me biseda të ndryshme në xhami?" Ai tha: "A e kanë bërë vërtet këtë?" I thash: "Po." Atëherë Imam Aliu u çua dhe tha: "Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, duke thënë: do të vinë sprova dhe trazira." Unë e pyeta: "Cila është rruga e shpëtimit prej tyre?" Ai më tha: "Libri i Allahut. Në të gjendet lajmi i atyre që kanë qenë para jush, lajmi i asaj që do të vi pas jush dhe gjykimi për atë që ndodh mes jush.
Ai është fjalë vendimtare dhe jo lojë apo shaka. Kush e braktis atë nga mendjemadhësia, Allahu do ta shkatërrojë. Kush kërkon udhëzim në diçka tjetër përveç tij, Allahu do ta lërë në humbje. Ai është litari i fortë i Allahut. Ai është kujtimi i urtë. Ai është rruga e drejtë. Është ai me të cilin nuk devijojnë dëshirat. Gjuhët nuk ngatërohen në ta. Dietarët nuk ngopen kurrë prej tij dhe nuk vjetrohet nga përsëritja e shpeshtë e tij. Mrekullitë e tij nuk marrin fund. Kur gjindet e dëgjuan, nuk mundën të heshtin dhe thanë, ne kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm, ajeti i parë i surës Gjin. Kush flet sipas tij, thot të vërtetën, dhe kush gjykon sipas tij, gjykon me drejtësi. Kush vepron sipas tij shpërblehet, dhe kush thërret drejt tij, udhëzohet në rrugën e drejtë. Këto ishin fjalët e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në lidhje me shpjegimin e Kuranit familart. Dhe ky hadith paraqet Kuranin si burimin e shpëtimit në kohë provash, litarin e fortë të Allahut, rrugën e drejtë dhe udhëzuesin e përhershëm që nuk humbet kurrë freskinë, vlerën dhe mrekullinë e tij. Fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në të, pra në Kuran, gjendet lajmi i atyre që kanë qenë para jush dhe lajmi i asaj që do të vijë pas jush. Kjo fjali mund të kuptohet në disa mënyra. E para, mund të jetë një tregues për lajmet e botës tjetër, si bota e barzahut, llogaria, gjykimi dhe shpërblimi apo ndëshkimi për veprat. Ky kuptim duket të jetë më i afërti, sepse këtë e mbështet dhe fjala e Imam Aliut paqja qoftë mbi të në një prej hutbeve të tij ku ka thënë, në të gjendet lajmi i atyre që kanë qenë para jush, gjykimi për çështjet mes jush dhe lajmi i kthimit tuaj në botën tjetër. Pra Kurani familjar të nderuar dëgjues dhe shikues, na tregon pra se si neve duhet të jetojmë në këtë botë, si të përgatisim shpirtin për botën tjetër dhe si të jemi pra të denjë për këtë fe që ne ndjekim. Kurani mund të jetë tregues për ngjarjet e fshehta dhe të padukshme për të cilat ka njoftuar dhe do të ndodhin në brezat e ardhshëm. Kurani mund të nënkuptojë se ngjarjet që u ndodhën popujve të mëparshëm do të përsëriten edhe në këtë umet. Në këtë kuptim është i ngjashëm dhe thuhet pra me kuptimin ku Allahu i madhëruar në surën Inshikak në ajetin 19 thot, ju do të kaloni patjetër nga një gjendje në tjetra. Sa i përket fjalës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kush e braktis Kuranin, ka mendjemadhësia dhe tirania, Allahu do ta shkatërrojë. Kjo mund të përmbajë një garanci hynore për ruajtjen e Kuranit nga manipulimet e tiranëve, në mënyrë që ata të mos kenë mundësinë ta zhdukin leximin e tij, zbatimin e tij dhe as ta largojnë Kuranin nga duart e njerëzve, siç ka ndodhur rëndomt me librat e tjerë hynor. Prandaj, kjo është një aludim për ruajtjen e Kuranit nga çdo lloj shtrembërimi. Po kështu, ky është edhe kuptimi i fjalës së hadithit. Nuk e devijojnë atë pasionet dhe dëshirat. Pra pasionet nuk mund të ndryshojnë kursesi Kuranin, nga ajo që është në të vërtet e shkruar në ta, edhe pse ato kanë shtrembëruar kuptimin e tij në mendjet e njerëzve, por fjala e Allahut kursesi nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë. Hadithi gjithashtu tregon se, sikur bijtë e këtij ummeti t'i ktheheshin Kuranit në mosmarrveshjet e tyre dhe në çështjet e ndërlikuara të besimit dhe të veprimit, Kurani do t'u sqaronte atyre rrugën e drejtë. Sikur ummeti t'i zbatonte kufit dhe dispozitat e Kuranit dhe t'i ndiqte udhëzimet e tij, do ta njihte të vërtetën dhe bartësitë e saj. Do ta njihte gjithashtu pozitën e lartë të familjes së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të cilat profeti i bëri shoqërues të pandashëm të librit të Allahut dhe trashëgimtar të udhëheqjes së ummetit pas tij. Sikur ummeti të nderuar dëgjues dhe shikues të zbatonte kufit dhe dispozitat e Kuranit dhe të ndiqte udhëzimet e tij, do të ishin dhe më të lumtur. Sikur ummeti të ndriçohej me dritën e njohurive kuranore, do të ishte i sigurt nga dënimi i vazhdueshëm,
njerëzit nuk do të binin në verbëri shpirtërore, nuk do të mbulonin netët e tyre me devijim dhe nuk do të shpërfillej asnjë detyrë Allahut dhe asnjë hap nuk do të largohej nga rruga e drejtë. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, le të zgjidhim Kur'anin sepse Kur'ani është fjala e Allahut xhaleshanhu. Le të zgjidhim Kur'anin që të qetësojmë shpirtrat tanë, sepse Kur'ani është dritë, është udhëzim dhe është ai i cili do të ndërmjetësojë për ne në botën tjetër. Le ta zgjidhim Kur'anin në këtë botë që ai të na zgjedh në botën tjetër. Le të shfaqim interes për Kur'anin në këtë botë që Kur'ani të na ndihmojë në kalimin e urit të Siratit në botën tjetër. Të na vi Kur'ani nga ana jone djathtë dhe jo nga ana jone majt. Të jetë Kur'ani me ne në botën tjetër, sepse për sa kohë ne jetuam me Kur'an këtu, shpresojmë që edhe Kur'ani të jetë ndërmjetësuesi ynë në botën tjetër dhe të mos harrojmë se duke jetuar me Kur'an, kemi jetuar me fjalën e Allahut dhe fjala e Allahut është udhëzimi ynë dhe duke jetuar me fjalën e Zotit të gjithësisë, dyert e bereqetit, e mirësisë, e më të mirave hapen për ne, sepse ne zbatojmë urdhëresat e Zotit të gjithësisë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. Ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ashhadu anna Muhammad